Atentati në Rinas, policia brenda makinës së djegur gjetën 4 Kalashnikov. Një person u vra dhe një tjetër u plagosur në atentatin e ndodhur pranë aeroportit të Rinasit. Viktim mbeti 36 vjeçari Gilmando Dani, njohur si Miki Emiliano Shullazit, ndërsa i plagosur mbeti Muçi Shaljani, i cili ndodhet në spitalin e traumës ku po trajtohet dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Pas ngjarjes, policia ka zbuluar në fshatin Halil një automjet tip Toyota që ishte në flak dhe dyshohet se është përdorur nga autorët për t'u larguar nga vendi i atentatit. Gjatë kontrollit brenda makinës janë gjetur 4 armëzjarri Kalashnikov, të cilat dyshohet se janë përdorur në ekzekutimin e Danit.